Ndoshta dikush ka nevojë ta dëgjoj këtë sot, sepse edhe unë dikur jam ndjerë kështu. Kam kaluar kohë me ankth dhe me ndjenja të rënda, ku çdo gjë dukej errët dhe pa shpresë. Dhe në ato momente do kisha dhënë gjithçka për të dëgjuar këto fjalë. Nuk je i humbur, edhe nëse ndjehesh i lodhur, i pasigurt apo i thyer brenda, je pikërisht aty ku duhet të jesh tani. Jeta ndonjëherë duket e padrejtë dhe e pakuptimt, por beso, çdo gjë që po kalon ka një arsye. Çdo dhimbje, çdo lot dhe çdo moment i vështirë po të formon dhe po të bën më të fortë. Edhe kur nuk e sheh, ti po rritesh, po bëhesh versioni i vetes që një ditë do të jetë krenar për ty. Njerëzit e duhur do të vinë në jetën tënde në momentin e duhur. Ata që nuk janë për ty do të largohen dhe kjo është në